pas çlirimit të Shqipërisë, edhe kjo një pjesë e historisë e mbetur për një kohë të gjatë në hije, vojtjet më të mëdha do të përfshinin popullin e Kosovës. Të akuzuar pjesërisht edhe si mbështetës të pushtuesve gjerman që realizuan bashkimin e pjesët Kosovës dhe Maqedonisë me Shqipërinë, ata u vunë në shënjestër të genocidit të Jugosllavisë së re të Titos. Por kupola komuniste e Tiranës, e kontrolluar nga Titua, nuk mund të reagonte. Për më keq, faktet dhe dokumentet vërtetojnë edhe implikimin e saj në këto krime të orientuara te spastrimi etnik dhe genocidi. Kurbani kësaj misie ishte shtypja e egër e nacionalizmit shqiptar në Kosovë. Dhe kuptohet që qeveria shqiptare nuk reagoi fare. Nuk, përkundazi, repartet partizane shqiptare që ishin aty, se tush e shitën atë grup të rezistencës së shqiptarëve. Masakra e Tivarit është një nga shembujt e tjerë të bashkëpunimit. Mobilizimi i atyre shqiptarëve ishte bërë në zonën e Kosovës, Maqedonisë, të shqiptare të atjeshme. Ata nuk është se ishin do të robër lufte, ata ishin të ri shqiptarë që u kishin thënë se të shkonin në luftë kundër pushtuesit. Dhe pastaj u trajtuan si robër lufte, kaluan territorin shqiptar, udhëheqja komuniste shqiptare ishte keq informuar, ka shumë dokumenta që e provojnë të. Ajo nuk ndërhyri as pak. Vetëm masakra e Tivarit, po e gjithë masakra që është bërë në Kosovë. Se janë vrarë rreth 25.000 vete në Kosovë. E gjitha ajo ka qenë në shërbim të zbatimit të projekteve të Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Kosovarët u vunë para dilemës, ne dorëzohemi para vëllezërve tanë shqiptar dhe u masakruan. Ka plot shkrime, studime në Kosovë, dëshmitar që vërtetojnë këtë. Kjo ka qenë një lloj euforie, si më thënë, një psikoz e çuditshme në atë kohë. Jemi vëllezër ideologji për ideologji, dhe vëllezër për ideologji harruan vëllazërin për gjak. Kjo ka qenë tragjedia. Por nuk është vetëm masakra e Tivarit. Apo shtypja e këngëritjes së Shaban Tolluzës, por është për shembull ka dhe akte të tjera. Një raport në cilën fajsohesh Ministria e Brendshme dhe Sigurimi i asaj kohe, se në prill të vitit 1945, kur ishte ministri i Brendshëm Axhilleshi, kishte mbledhur në Shqipërinë e Mesme rreth 1000 kosovarë, që ikur nga Kosova dhe nga Maqedonia, pra shqiptarë që ishin larguar pranë, të ndjekur nga Ozna, dhe që ishin strehuar ke njerëz në Shqipëri për të shpëtuar ndjekjeve të policisë jugoslave dhe ushtrisë jugoslave. Dhe këto u mblodhën nga qeveria komuniste rreth 1000 veta dhe ju dorëzuan në grupe të ndryshme organeve të jugoslave, policisë jugoslave në Tiranë, të fshetit jugoslave në Tiranë, e cila i mori dhe i ka azgjësuar, thuhet aty në dokument, të gjithë gjatë rrugës, pra nuk kanë arritur asnjëri prej tyre në Kosovë. Dhe askush nuk e di varrin e këtyre njerëzve. Pas përfundimit të luftës, Josif Titua ishte i pari që njohu zyrtarisht qeverinë komuniste të Tiranës. Planet e tij me Shqipërinë dhe shqiptarët tashmë duhet të nisnin startin dhe të materializoheshin edhe në terren. Por le të ecim duke e sjellë me prova atë që ishte duke ndodhur. Ky dokument sekret i arkivave sovjetike i datës 22 prill 1946 ka një përmbajtje krejtësisht të frikshme. Dokumenti, që publikohet për herë të parë, përmban transkriptin e bisedës së Titos me ambasadorin sovjetik në Beograd, Anatoli Lavrientiev, zhvilluar vetëm 2 muaj përpara se Enver Hoxha të vizitonte Beogradin zyrtar. Në pikën 2 të dokumentit shkruhet: Biseduam për kërkesat e Greqisë. Titua nënvizoi me këmbgulje se Vlora në asnjë rast nuk duhet i jepet Greqisë. Rëndësia e Vlorës është veçanërisht e madhe, përderisa është një pikë mjaft strategjike dhe përderisa përmes Vlorës, duke e lidhur atë me rrjetin hekurudhor të Jugosllavisë, mundet që në vazhdim të eksportosh dhe importosh të gjitha mallrat.
Vlera e Vlorës merr përmasa edhe më të rëndësishme nëse Triestia nuk do të përfshihet në territorin jugoslav. Tito si rëshqitën notat të llojit që në fund të fundit Shqipëria duhet të përfshihej në përbërje të Federatës Jugoslave. Historia ka përmendur dy versione të bashkimit të Shqipërisë me Jugosllavinë, atë në kuadrin e një republike të shtatë të saj, por edhe përfshirjen në një të ashtu quajtur Konfederat Ballkanike. Kjo e dyta ishte një projekt ekskluziv i Titos, sipas të cilit veç Jugosllavisë dhe Shqipërisë aty do të ndërfutej edhe Bullgaria. Për ironi të fatit, udhëheqja komuniste shqiptare jo vetëm që e kishte pranuar edhe këtë projekt tjetër të Titos, por kishte shprehur dëshirën dhe nxitimin që Shqipëria të bëhej pjesë përpara Bullgarisë. Situatën tragjikomike vërteton proces verbali i mbledhjes së byros politike i datës 25 prill 1948, kur Kristo Themelko përsërit përgjigjen që u kanë dhënë jugoslavëve. Për sa i përket çështjes që të bëhet më parë me Bullgarinë, ne mendojmë se jemi më përpara në marrëdhëniet dhe nuk do të na pëlqente që të bëhej më parë me Bullgarinë. Teksa Tito projektonte gëlltitjen e Shqipërisë, qoftë si Republikë Jugoslave, qoftë përmes aderimit në Konfederatën Ballkanike, Josif Stalini, apo drejtuesi absolut i komunizmit botëror, vazhdonte të mos ndërhynte. Për më tepër, prova dokumentare të mëvonshme do të vërtetonin se Stalini jo vetëm i kishte aprovuar planet e Titos. Në kujtimet e veta, të përmbledhura në këtë libër, Malazezi Milovan Gjilas, një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Titos, përshkruan një bisedë flagrante me Stalinin. Unë ende nuk isha mbaruar kur, duke më surprizuar, Stalini tha: "Ne nuk kemi asnjë interes special në Shqipëri. Ne jemi dakord që Jugoslavia ta gëlltisë Shqipërinë." Duke thënë këtë, ai bashkoi gishtat e dorës së majt dhe, duke i çuar te goja, bëri një lëvizje sikur donte t'i gëlltiste ata. Kjo ishte pjesë e një procesi. Sigurisht procesi i bashkimit politik ka të gjithë komponentët e vet, dhe një nga komponentët shumë të rëndësishëm janë dhe ato ekonomik. Dhe bashkimi ekonomik me Jugosllavinë kishte disa synime. E para të vinte shtratin, përgatiste shtratin për bashkimin politik. Dhe hapi më vendimtar në këtë hetim do të ishte bashkimi doganor dhe parifikimi i monedhës. Dhe Jugosllavët ja arritën saj. Ishin hapa shumë madhor. Këtyre sigurisht kishin paraprir hapa tjera si krijimi i shoqërive të përbashkëta, kapitale të përbashkëta etj. Por kishin edhe një qëllim të thjeshtë ekonomik. Jugosllavët duke parë papjekurinë e udhëheqjes politike shqiptare, mungesën e eksperiencës administrative të saj, përfituan nga rasti dhe ta grabisin Shqipërinë. Dhe pikërisht me unifikimin e çmimeve dhe të monedhës, kapitalet e forta Jugoslavët sigurisht kishin dorë vetë prisnin dinar, depërtuan tregun shqiptar dhe boshatisën tregun shqiptar. Është një grabitje e madhe e gjithë atyre rezervave të madhave që kishin hyrë në Shqipëri gjatë luftës. Shqipëria ishte qenë një vend tranzit gjatë luftës, gjatë pushtimit italian. Shumë tregtarë shqiptarë kishin marrë mallra nga perëndimi, nga Italia për të çuar drejt lindjes dhe anasjelltas dhe kishin rezerva të shumta mallrash. Ishte një periudhë kur shqiptarët ishin katandisur në marioneta, që binin dakord me gjithçka që Tito propozonte. Por ekonomia shqiptare dha shpirt pothuaj me njëherë pas bashkimit me atë jugoslave. Për më keq, në radhë dhe kastës drejtuese të komunistëve shqiptar, u acarua edhe lufta klanore për pushtet. Kulmi apo pika e shpërthimit mund të konsiderohet vetvrasja e Nako Spirut. Nako Spiro filloi të shfaqte hapur këtë lloj reflektimi, atëherë duket që udhëheqja jugoslave kuptoi dhe ushtroi të ndikim në krahët e tjerë politik, që presionin nëpërmjet Kocit Xhoxhës, Enver Hoxhës,
si ky kishte filluar të kristalizonte një vijë anti-jugoslave në udhëheqjen e saj. Duket që përballë këtyre presioneve të gjithanshme dhe i mbetur në kushtet pa përkrahje në asnjë, Nako Spirosi, një djalë që ishte ndoshta edhe i ri në kushtet e gjeti një rrugë zgjidhje e cila mbetej i hapi si pari në atyre vetvrasjeve. Nisja e luftës civile në Greqi, përplasjet dhe situata e paqëndrueshme në kufiri me Shqipërinë e rënduan edhe më tepër pozitën e krerëve komunistë të Tiranës. Në këtë situatë, Tito propozon futje në territorin shqiptar të divizioneve ushtarake jugoslave. Shqiptarët sërish thonë po dhe pa u menduar dy herë. Madje sipas këtij proces verbali të mbledhjes së Byros Politike të datës 3 mars 1948, ata kanë zhvendosur edhe trupat shqiptare. Ja se çfarë thot Enver Hoxha. Për mbrojtjen e kufive tanë, do të vinte një divizion jugoslav në Korçë. Për këtë na lajmëroi Rankoviçi dhe më vonë Titua, si për divizionin ashtu edhe për shpalljen e zonës së Korçës, zonë në gjendje lufte. Marshallit ju përgjigjëm po dhe morëm masa duke spostuar divizionin ton poshtë Leskovikut. Sigurisht që divizionet ishin pjesë e planit të Titos për të realizuar përfundimisht ngëlltitjen e Shqipërisë. Ky plan i Titos për të marrë në mbrojtje ushtarakisht Shqipërinë, duke futur ushtri në brendësi të saj, shqiptarëve u ishte servirur në mënyrë krejt djallëzore. Ndihma ushtarake ofrohej duke e justifikuar si zgjidhje e vetme, pasi ushtria shqiptare nuk ishte në gjendje të përballonte ushtritë e shteteve fqinje, aq më pak ato amerikane dhe britanike që i mbështesnin. Djallëzia zbulohet në të njëjtin dokument të mbledhjes së Byros Politike të marsit të vitit 1948, kur Enver Hoxha u komunikon të pranishmëve idetë jugoslavëve, sipas të cilave pikësynimi i imperialistëve ishte që të zinin Vlorën për kanalin Otrantos, duke mbyllur Adriatikun. Dhe mëtej, Enver Hoxha tregon se si jugoslavët i kanë thënë se kjo për Shqipërinë është një punë e rëndë, pasi ajo nuk është në gjendje ta mbrojë vetë tokën e saj. Por kur udhëheqja komuniste e Tiranës gjendej në pikë të hallit dhe kur pas vetvrasjes së Nako Spirut askush nuk e kishte të sigurt kokën, e mira bie nga qielli. Në fund të qershorit të vitit 1948, Josip Stalini prish marrëdhëniet me Josip Titon. Gjithsesi gjatë kësaj periudhe, shqiptarët ja kishin dalë të kryenin një veprim të vetëm pozitiv. Të friksuar, apo thjesht nën efektin e intuitës, apo refleksit që vinte prej panikut, ata kishin nisur të lajmëronin Stalinin për të gjitha propozimet dhe hapat e jugoslavëve. Mbase edhe për shkak të këtij raporti, shumë kush është përpjekur të vërtetojë se prishja e Stalinit me Titon kishte lidhje edhe me Shqipërinë dhe shqiptarët, sidomos me tentativat e Titos për të futur në brendësi të territorit shqiptar divizionet ushtarake. Por studiuesit nuk e mendojnë një lloj. Planet e Titos për të krijuar një shtet të madhe, federat apo konfederat ballkanike, ran ndesh me pikësynimet strategjike të Stalinit, i cili kishte piketuar një perandori të madhe, sidomos me marrëveshjet që ishin bërë pas luftës për ndarjen, për vendosjen e asaj kufirit midis dy botëve. Ky kufi pothuajse kishte marrë formën e plot tani në vitin 1948. Kryesorja është që Stalini kuptoi që Tito nuk ishte i angazhuar në besnikërisht në vijën dhe aleancën, në vijën e Stalinit dhe në aleancën me ta. Dhe kishte informacione që Tito po kërkonte rrugë të tjera, manovronte midis perëndimit dhe Bashkimit Sovjetik, po kërkonte të tjera le të themi shtigje, të cilat sovjetikët i interceptuan. Sa ishte një diktator në lëvizjen komuniste. S'mund pranonte Stalini, fitimtari i madh i luftës së dytë botërore, që ti dilte një Tito dhe ti vente atij kushte në lëvizjen komuniste, do të jetë mësim gjithë tjerëve. Kjo ka qenë arsye, nuk ka qenë vetëm shkaku i divizioneve, nuk ka qenë çështja shqiptare që ka shkaktuar prishjet Stalin Tito, por Shqipëria ka përfituar jashtëzakonisht shumë nga prishja
Stalin Tito. Po të nëshe qenë Stalin Tito, nuk dim ku se si do përfundonte. Përpara flamuri partisë tonë, në rrugën e ndritur të socializmit dhe të paqes, una udhëheq ati Joni Shtrojtë, mësuesi lavdishmi Joni, Josif Vissarionović Stalin. Pas prishjes së Stalinit me Titon, Enver Hoxha shpejton të marrë për masat e anti-Jugoslavit më të madh. Në kohë rekord, ai godet krahun e tij të djathtë, Koçi Xoxhen, duke akuzuar si vegël dhe spion të jugoslavëve, pa kursyer edhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij. Njëkohësisht, ai hidhet në prehrin e madh dhe të ngrohtë të Stalinit. Koha tregoi se nëse Enver Hoxha i kishte pasur punët ndonjëherë pisk në jetën e tij, kjo kishte ndodhur vetëm gjatë kohës së vllazërisë me jugosllavët. Kjo shpjegon edhe fobinë e tij të shfrenuar anti-jugoslave që e shoqëroi deri në fund të jetës. Por ajo se çfarë Enver Hoxha hoqi për jugoslavëve në periudhën 1946-1948 është krejt e papërfillshme përballë dëmit apo shembje së madhe të shkaktuar drejte në themelet e historisë son kombëtare. Ishin emisarët e Titos ata që ngritën pothuaj nga hiçi dhe fuqizuan lëvizjen komuniste shqiptare, duke vrarë që në embrion çdo lloj bashkëpunimi me forcat e tjera politike apo nacionaliste. Ishin të dërguarit e Titos ata që katapultuan në krye të komunistëve shqiptar element të kontrolluar dhe të nënshtruar ndaj tyre. Ishin emisarët e Titos ata që kujdesen që komunistët shqiptar të dilin nga lufta si force vetme politike dhe e njohur nga fuqitë e mëdha aleate që fituan luftën. Ishin të dërguarit e Titos ata që ndërtoan një barrierë të pakapërcyeshme mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke i bërë një dëm të pallogaritshëm çështjes kombëtare shqiptare. Këto ishin rezultatet e miqësisë së fundit shqiptare-jugoslave. Më keq nuk kishte se si të ndodhte.